Dita e tokës është një ditë shumë e veçantë, sepse ne duhet të ruajmë tokën dhe mos ta dëmtojmë ato. Po ashtu ne duhet të ruajmë ujin, energjinë elektrike dhe gjërat të ndryshme. Ne nuk duhet që të hedhim beturinë atë në tokë, por të hedhim ato në vendin e tyre që janë. Këtu jemi në klasën 5-3, ku nxënësit kanë punuar fletushkat për ditën e tokës. Ju lumt nxënës të dashur. Shumë bukur. Shumë bukur. Ju lumt. Këto janë punimet e qastit, të cilat i kanë punuar në shpejtësi për ditën e tokës. Çka do të thotë? Se të gjithë Unë jam pirozikaj, e kanë me dije sepse gjelbrimi është jetë. Prandaj, për një qast i kanë punuar me duar të vogla punimet e mrekullueshme. Ju lumt. Këtu jemi në klasën 5-4, ku nxënësit e kanë punuar punimin e qastit për ditën e tokës. Do të thotë ja kanë kushtuar datës 22 prill, e cila na është një ditë shumë e rëndësishme për ne, për njerëzimin, për gjallësat. Këtu e kemi një mesazh. As me shumë lule që mbjellim, as me mirë për ajrin që thitem. Të lumt. Mesazhi tjetër? Ne duhet të mbajmë ambientin e pastër, po ashtu dhe oksigjenin. Ne duhem të kujdesim shumë për mjedisin dhe mos ta dëmtojmë. Nëse ne ngasim bicikletën në vend të makinës, mbrojmë mjedisin. Dita botërore e tokës është me datën 22 prill, e cila ka për qëllim ta mbrojmë ambientin. Dhe përfundimisht e kemi një poezi nga nxënësi. Toka, një mbeturinë që hedhë në tokë, dëmton shëndetin tonë, dëmton natyrën e mjedisin toksor. Ruaje tokën si ta kesh me kush, mos hedh mbeturina se toka dohet prosh. Ju lumt. Përshëndetje, unë jam Lenia Ismaili. Për ditën e tokës kam vizatuar të punim dhe tabele. Dita e tokës është një ditë që ne kemi mësuar që të mendojmë se sa ndodhet të bëjmë në tokën tonë. Ajo na mëson që ne të kuptojmë se ne duhet ta ruajmë më shumë. Fabrikat që bëjnë që ndotin ajrin, nuk duhet ta ndotin ajrin. Mbeturinat që ne i bëjmë duhet i vendosim në shport të mbeturinave. Nuk do t'i përdorim qestet e plastike, sepse ato e dëmtojnë sa më shumë. Për të djegur, nëse ne i gjejmë ato në tokë, ato marrin rreth 5 vjet ose 100, duhet ta ruajmë sa më shumë dritën, dhe nuk do t'i përdorim më shumë makinat apo ato gjëra që janë elektrike, sepse ndotin shumë ajër. Shumë bukur, të lumt. Përshëndetje, unë quhem Pirozikaj. Edhe këtë punim që e kam kriju është për ditën e tokës. Edhe kena me kujdes për tokën. Numri një është mos me gjujt brëllogën tokë. Ashtu. Numër 2 për kësën e plastika. Ashtu. Me pas kujdes për plastikat. Parking. Care parking. Po? E kjo për ujin me kujdes. Po? Kjo për kur e mban dritat